për të folur shumë. Shikoja, si mund të ngjitet si mori nga këtu e deri në katin e tretë. Vetëm këtu shikohet një. Para kësaj që ne s'ngjitemi dot. Unë jam çik më i mbajtur, po ka shumë tepër. Po të qahem. Se kam të mia do marr dy frime do ngjitem. Po ka njerëz që nuk kanë se si ngjitet. Pastaj kushtet shëndetësore këtu dalin në shkallë të dytë. Vetëm kjo situatë është njësoj që u ka qenë atje kur merrshin karta atë identitetit, do ngjitesh i paralizuar që të bënte fotot lart në katin e tretë apo të katërt ku ishte. Kjo është duhen parë. Tashti duhet të lëvizet që këtu patjetër duhet lëvizet. Qendrat shëndetësore zakonisht janë në katet e para, po unë ngjitem sipër pastaj atje, o do kesh ashensorin, apo se ne kemi spitale edhe në katën e 10, po ka kushte. Ndërkohë është me smykut dhe lagështirës. Po më keq akoma, për personelin atje, se ne do vemi, do vizitojemi, a do na bëjnë një gjilpër, edhe do ikim atje. Po të flasim domethënë, nuk ka një ambient ku njeriu të çfryhet nga stresi, kur shikon kështu. Nuk ke ti shpresë për të zgjidhur. Ka lezet, shkon dhe memoriali të kënaqet shpirti. Shko tek ambulanca, njerëz se tu tjetu, nuk vete dot një grua që të bëj analizat se do 2 roje që të shikojmë mbrapa. Ka probleme sa të duash. Ju duket normale që një qendër kaq e madhe shëndetësore, që mbulon kaq shumë njerëz të jetë lënë në këtë varfeje? Unë do të mbyll me të llafë fshati që duket çdo kallauz. Çfarë do të them unë e kundërta është në fakt. Unë kam 26 vjet në Amerikë. Ka të tjera, unë nuk them që të bëhet si Amerika këtu. Por të ngjitet i smuri, plaku. Unë jam 83 vjeç. Të ngjitesh në gjithë ato shkallë është çmenduri. Ndërkohë që ka lagështirë, ka myk gjithandej, ambiente të papërshtatshme, shumë të vogla. Ambientet ju shikoni vetë se si janë. Ju duket normale që të jetë lënë kështu në mshirë të fatit? Ja, nuk është normale. Se edhe kur vjen këtu, duhet të ketë një vend ku të rrish. Këtu s'ka. Nuk them se këtu e ka fajin personeli. Se këta s'kan, këta janë punëtor, punoj si gjithë tjerë të ushqehen. Atje, por, është për të ardhur keq, që mbas kaq vjetësh demokraci këtu në Shqipëri, edhe ka bërë mbrapa, jo për para. Po të them, nuk e pretendoj që t'jetë si andeja jashtë. Kur dhe? Institucionet duhet që të përmirësojnë kushtet. Ato që kanë mundësi, për shembull, nuk mund të ngjitesh dot, siç thash prap atje, o të vendoset një ashensor, ose këto duhet të vënë në katët e para. Unë nuk mund të ngjitem, unë mezi jam gjetur dhe mezi po mbushem me frymë. Që sa po futesh në godin, kati parë është tërësisht i lënë në mëshirë të fatit, i braktisur dhe me shumë ambient të ndodhur. Ju duket normale për një institucion shëndetësor? Ja, nuk më duket normale. Unë dhe vetë kam punuar në shëndetësi 40 e ca vjet para se t'ikja, po jo kështu, në këto kushte që janë këta sot. Të shikoni, këto shkallit një herë, kam bërë në katin e 300 nësë njëtin do si preqeri. Të bjesh, ja unë kam vajzën smurë, plus në rruga, e laqë zëndea, është për falit zezë. Po e këtu s'më njitët, zvion të dhe s'ë njitëm, do të lartë. Shumë keq. Doktorishat janë të mira, po vëndi s'është fare. Po kushtet brenda qendrës? Po kushtet brenda mirë, ato kanë, ato po. Këtu një herë kemi shumë problem për të shkallë. Ndërkohë kati parë është i gjithë i braktisur. I besoni ju higjienës
do t'ishte Do bëhet gjë më e mirë. Vinë për vizituar njerëzit që e di që zvinë, unë përtoj në herë shty datën apo ato, vetëm nga shkallët që s'njitën dot. Ja, kështu. Na. Po ja, unë po të thash, shikoj që ka lagështira, që janë rje po mund janë prishur. Që ti rregullosh se është? duke qenë një qendër e madhe që mbulon shumë qytetarë, një numër të lartë të qytetarë. Po, s'mendoni këtu se janë duhet 3-4 të lagje kishte këtu. më shumë Po, për, vëmendje nga institucionet përgjegjëse. po më të kishe vëmendje më shumë të kishe. Të shtojnë edhe janë sigur janë të ngarkuara doktoreshat, presim shumë në radhë. Të jenë çik më të ketë një shtesë doktorit. Pra ambientet janë të ngushta për kaq njerëz apo jo? Po, ngushta janë, shumë të ngushta janë. Ty, faleminderit. Këtë 4 vjet, ndërhyrje është bërë në dhjetor 2024 me izolim tarace, lyerje dhe kështu. Në dhjetor 2025 u bë një ndërhyrje parciale e pjesshme, por prap situata vazhdon. Janë bërë nga Bashkia e Fierit, por situata vazhdon të jetë prap në këto kushte. Me vendim të Këshillit Bashkiak ka kaluar në përdorim dhe kati i parë dhe i dytë i kësaj ndërtese, por nga Ministria e Shëndetësisë ka ardhur inxhinieri, ka bërë projektet për të kaluar dhe ato në ambientet e QSH-s. Na kanë thënë që do të bëhesh një rekonstruksioni për vitin 2025, por nuk u arrit. Shpresojmë për vitin 2026 që të bëhet rekonstruksioni qendrës shëndetësore. Është me lagështi, por ndërhyrjet nuk kanë arritur ta heqin lagështirën. Se di, nuk mund të flas. Apeli ndërhyrja sa më shpejt ose transferimi në ambiente të tjera të qendrës shëndetësore për një shërbim më cilësor për banorët që mbulon kjo qendër. Sa banorë mbulon? Kjo qendër mbulon 15.000 banor nga fëmijë 0-1 vjeç dhe gjithë kategoritë e popullatës.